Pas fitores së gjestit në shtëpinë më të famshme në Shqipëri, momenti i tij kur shpalosi vetëm flamurin e Kosovës në skenën e finales ka ndezur një valë reagimesh. Kjo ka shkaktuar polemika të mëdha duke përfshirë dhe reagimin e reperit Xhibani, i cili nuk ka kursyer kritikat e tij. Në një postim të tij të fundit Xhibani theksoi: "Më pengon flamuri i Kosovës kur nuk shoqërohet nga flamuri i Shqipërisë." Ky koment shkaktoi një valë kundërpërgjigjesh nga ndjekësit e tij, të cilët e akuzuan për ndarje dhe mungesë respekti ndaj Kosovës. Megjithatë, reperi nuk është ndalur dhe me një mesazh të gjatë ai sqaroi se do të vazhdojë të shprehë mendimet e tij pa frikë. Në një realitet ku duhet me pas frikë me shpreh që një shqiptar do të ngrijë edhe flamurin shqiptar si fituesi një shfaqje shqiptare. Në një realitet ku duhet me pas frikë me shpreh pak kënaqësi dhe kritika ndaj një kryeministi se mos është shkatërrohet karriera apo dhe diçka më keq. Kjo e fundit e përcjellur nga dashamirësit as pak nga dikush tjetër. Por sa turp, jam mjaftueshëm i rritur dhe i vuajtur për të ditë se asgjë nuk ndryshon në këtë botë nga mendimi i një njeriu, secili mendimin e tij. Unë kam mendimin tim dhe paguaj çmimin. Nuk i kam ndërmend të refuzoj vetes të drejtë tani shpejt. Ishte shkrimi i Xhibanit. Disa e mbështesin, disa të tjerë kritikojnë, por një gjë është e sigurt, debati për flamurin dhe simbolit kombëtare vazhdon të ndezë pasionet në publik. Ju lutem klikoni tek butoni subscribe për të marrë të rejat më të fundit nga showbizi shqiptar.